Mirë Roma, ditë më parë një trup i Gjykatës Supreme ka shpallur të pafajshëm kryetarin e Skënderajit zotin Samir Ushtaku, i cili 4 vitet e fundit ka qëndruar në Paraburgim, në Dubrav, në Dyz, ka pasur edhe në QKU, të ftuar sonte e kam në komitet zotin Ushtaku. Mirë se erdhe. Faleminderit. Mirë se u riktheve. Faleminderit. A e kthyn pozitën e kryetarit të Skënderajit? Po. Çysh e gjete komunën? Po në shfrytëzoj rastin do me falendru shumë Zavancin për punën që vërtet mirë që ka bën në komunën e Skënderajit dhe unë konsideroj që ka bën një punë mirë. Ju kur jeni zgjedhur, keni qenë Paraburgim kur jeni zgjedhur kryetari i komunës, nëse s'gaboj, herën e fundit. Po. Pra votuesit kanë zgjedhur edhe pse nuk e bë fushat zgjedhore fare nëpër komunën e Skënderajit në atë kohë. Po, unë kam fituar po mendoj 90% të votave, domethënë në burg sa kam qenë. Në burg sa ke qenë. Pa pas mundësi që unë të kontaktoj me elektoratin dhe kërkoj votën e tyre. E falenderoj shumë qytetarën e komunës së Skënderajit për besimin që më kanë dhënë në vazhdimsi, jo vetëm gjatë qëndrimit tim në burg, po edhe më herët, në që e kam vlerësuar punën dhe sinqeritetin tim. A jeni të kënaqur me çka u bë këto 4 vite? Pothuajse 4 vite në komunën e Skënderajit. A keni pas projekte të tjera, sikur të ishit në liri, a keni pas diçka që keni dashur me bë ose s'keni arrit me bë? Po, natyrisht, asnjëherë secili kryetar që është i komunës nuk është i kënaqur me ato që është arrit. Gjithmonë kërkesat janë më të mëdha. Natyrisht që kam pas, sidomos e kam pas një projekt që ka qenë për mua shumë i rëndësishëm, janë objektet të familjeve dëshmorëve, të cilat nuk kanë përfunduar akoma. E kam nisur në një objekt dhe e kam përfunduar unë, kurse janë edhe 2 objekte tjera që nuk kanë përfunduar. Para se të arrestoheshe, para 4 viteve kemi pas në plan me bën një intervistë më të gjatë, edhe shkuan 4 vite, po do më rikthy që atje te lufta, për cilën ishe edhe në Paraburgim. Kur i armatos për herë të parë, zoti Ushtaku? Unë kam pas fatin si shumë shokët mi, bashkë luftëtar, bashkë mendimtar, që herët, natën, nitën, kam rastis që ta kapi armën për herë të parë, dhe ka qenë për mdo këtë shtatori. Natën nitës? Natën nitën e kam pas një konflikt me policinë në atë kohë, dhe qysh atëherë... Ti ke pas konflikt me policinë? Po. Në Skënderaj? Në Skënderaj, po. Qa konflikti ka qenë? Po, ne kemi qenë ma herët me komandantin legjendar Adem Jashari dhe Sahitin, Musin, Nurën, Fadiljin, Laz Kodrën, si organizator të demonstratave apo protestave dhe qysh atëherë na kanë posë në sy për djemë jo të mirë, gjithmonë si mas policisë serbe. Para se me fillu me krye ngritjen, me çka jeni marrë para vitit natën, familja juaj me çka është marrë? Unë para se me fillu ku ngritja, e kam pas 2 lokale të mia. E kam pas një në Skënderaj dhe një lokale kam pas në shtëpi. Në shtëpi. Po. A keni studiu ju? Po, kam fillu studimet, domthonë herët para kësaj dhe kam metë atë ku kam fillu. Në Mitrovici keni fillu studimet? Jo, në Prishtinë. Në Prishtinë keni fillu. Ko pas kohë që janë disa fotografi në internet, kur ishit në burg gjatë ditës lirimit të Skënderajit, madje morën në rrjetet sociale, ku ishit ju me komandantin Adem Jashari dhe me luftëtar të tjerë. Kur jeni realizuar ato foto? I keni pas sigurisht jo? Po, fotografitë janë vitin 1992. 92. Po. Një farë gorinë shihet, një farë. Po, jemi në fshatin Prellavc, te fshati i Jakub Nurës. Jakub Nurës. Çfarë raporte keni pas me zotin Jashari, me komandantin Adem Jashari? Po, përpos që unë kam pas edhe bashkëfshatar, unë kam pas edhe shok, edhe në protesta, në demonstrata kemi qenë bashkë. Gjithë kohës, dhe raportet e mia me Ademin, komandantin legjendar Adem Jashari dhe të tjerët kanë qenë të shkëlqyera. Kur i keni realizu sulme të, a keni realizu sulme me të? Ja vlen mu në nënvizu këtu, zoti Ushtaku, për shkak tribunali special ju rezervoni drejtën mas më thonë ato që ka ndoshta mund me pas implikimi më vonë, jo për ju, por edhe për bashkëluftëtarë të tjerë. Kështu që jeni i lirë për mos mu përgjigj në pyetje që e konsideroni që mund me pas efekt në të ardhmen. Jo, kam thënë publikisht edhe më herët, në vitin 92 kanë fillu sulmet e para në Drenicë dhe kjo nuk është kurrë sekret. Kështu që gjithçka që ka ndodhur, na jena krenar për ato që kemi bërë.
E kemi edhe zotin Hashim Thaçi, presidentin e Kosovës, i cili në intervista të ndryshme thot herë ka luftu, herë s'ka luftuar. Ka luftu zoti Hashim Thaçi. Hashim Thaçi ka qenë shok joni dhe a ka luftuar, s'ka luftu, domethënë mas mirë të më apo pyetjen e tina, po e di që ka qenë mjaft i angazhuar në atë kohë. Në atë kohë. Edhe ai në fillimin e 90-tave ka qenë i angazhuar. Pastaj ekzistoi një periudhë, pra jo keni marrë pjesë 91-92 në aksione ndryshme, pastaj keni largu prej Kosovës. Kur jeni largu? Unë jam largu në fund 93-s nga Kosova. Dhe kam marrë në 98-ën në Kosovë. 98-ën. Po. 98-ën në çfarë muaji je këtu në Kosovë? Unë jam këtu në mars. Në mars. Po datën saktë nuk e di, po pasi që është bë masakra ndaj jashareve përpara. Jo, domthonë komandanti legjendar ka qenë duke luftuar. Ka qenë duke luftuar. Dhe ne po e kemi ndëgjuar si lajm, ne kemi vendosur që të kthehemi në Kosovë. Me kanë je kthy? Unë jam kthy me Femilla Drovcin, me Hashimin, Kadria, Sahiti, Fatmir Lima ka qenë, komandant Kumanova, Ade Mostehin, bosh dikujna se nuk i ditë gjithë, ka qenë numër Bajage i madhi e atyre që kemi bashkë. E kthy ka Shqipnia? Po. A keni mërri, kur keni mërri në Drenicë, a ka qenë edhe matutje duke u zhvillu betejat e jasharajt, a keni mërri masi që ka përfundu beteja? Jo, ne kemi mërri masi ka përfundu beteja. Betejat e familje Jashari. A është e vërtet, zoti Lushtaku, që jasharajt janë lënë vetë atë ditë edhe s'ka mujtë kërkush më unimu, a ka pas mundësi më unimu? Jo, dini shumë mirë që atëherë numri ka qenë shumë i vogël i pjesëtarëve të QK-s, dhe mënyrën serbët se qyshe kanë zhvillu aksionin, domthonë për mu, domthonë gjithmonë mendoj që ka qenë e pamundshme që të ndihmohet familjes jashare, sepse forcat serbe kanë sulmu edhe Aqarevin, e kanë da prekazin me Laushën, dhe pothuajse për mu gjithmonë domthonë ka qenë e pamundshme që të bëhet nashta më shumë. Kur jeni kthy, çfarë pozite keni marrë në zonën e Drenicës? Çfarë pozite keni pas? Unë kam marrë si ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe mas një kohe jam bën zavent komandant dhe po mendoj gjatë luftës. Gjatë verës ka ndodhur këtu, gjatë verës vitit 98. Po, 98. Keni qenë fillimisht zavent sa manej. Po, në 99 unë jam bë. 99 gjatë Rambujës, kur Sylla u bë komandant i përgjithshëm, unë kam marrë komandant i Drenicës. Në periudhën gusht-tetor të vitit 98, prokurori ka thënë që ju e keni vrarë një person. Ku keni qenë fakt gushti tetorit 98-s? Është interesant se akuzën e kom pas për një vrasje gjoja për hakmarrje, sepse ato që akuzohen nga gjoja më ka vrarë në kushëritimin, e që ka ndodhur në shtator vrasja e kushërinit tim, ku është akuzat i kom pas për qeshor. Në fillim të shtatorit, apo në mbarim të qeshorit. Dikon një muaj ditë, unë e kom vrarë më herët, sipas dëshmitarit. Sipas dëshmitarit, ju e keni vrarë dikan për një rrahje hakmarrje të kushërinit. Për një vrasje të një kushërinit tim. Ndërsa vrasja ka ndodhur sipas prokurorit një muaj para se më ndodh. Pra ju keni vrarë dikan para se më ndodh, jeni hakmarrë për dikan para se më ndodh. Para se më ndodh rasti, po e vërtet është. Edhe a dihet për kan? Po më kush është viktima në fakt sipas prokurorit? Unë kam kërkuar në vazhdimsi që na japet emri, domthonë që të argumentohet kush është ai njeri dhe unë kam kërkuar që vërtet nëse ka ndodhur rasti unë dënohem. Domthonë me dënimin më të rëndë mundshëm. Dëshmitar kush ka qenë në rastin? Dëshmitar tash halok ta nuk bën me përmend. Po duajna me përmend, dëshmitari D, i cili ka qenë i Skënderajt natyrisht. Tash është ju njëri atë. Jashtë, po natyrisht. Thuhet që keni pasur edhe lidhje familjare me. Po. Pse ka bë këtë? Po e kam këgja problem me ditë arsyeën realisht. Unë edhe më herët ne kemi pas, po mendoj që si farë mos marrëveshjes, keq kuptimesh, më shumë politike se sa diçka tjetër. A kundrejtë shkolla diçka? Jo, ai ka qenë profesor, po ka qenë me shkollë të lartë dhe nashta ai dhënimi që ai ka pas kur është larguar nga puna për arsye se domthonë më vonë, domthonë kanë konkuruar njerëz që kanë pas fakultet, dhe ai nuk ka mujt më me qenë me shkollë të lartë në profesionin që ai ka kryer. Pra, ose po më dëshmia e tij kundër jush mundet me qenë për shkak të kësaj.
sepse para se ai të largohej nuk ka dëshmu kundër jush. Pra vetëm pasi që ju ka shu pozita për shkak të shkollës, ka shku ka dëshmu kundër jush. Po. Ai nuk e ka pas asnjë arsye realisht, po ndoshta edhe kjo politika ka një herë që po zhvillohet në Kosovë nga miqtë tonë, domethënë ja ka jap mundësinë disa njerëzve që nuk kanë e shohin veten në Kosovë pa perspektivë, pa mundësi ndoshta për me jetu në mënyrë të ndershme, domethënë zgjedhin që dëshmitar, domethënë siç ka ndodhur me këtë dëshmitarin tim. Zoti Lushtaku, lufta gjatë natës 8-9, sa ka qenë organizuar, a mundë kemi po disa procese të Haradinajt, të Limajt, edhe disa tjera, edhe njëna pi sfidave prokurorëve është me dëshmu, si më thonë, lidhjen hierarkike prej komandantit dhe i të ushtarit thjesht. A mujna me folë për luftë organizume të QK-s? Po dëshira jonë realisht kështë janë që lufta u QK-s me qenë mënyrë më të mirë organizuar. Ne kemi bë përpjekje që të jemi të organizuar, po mundësit kanë qenë pothuajse zero. Domethënë forcat serbe kanë qenë pothuajse në për çdo pikë të rëndësishme strategjike po foli tash për Drenicën, dhe ka qenë e pamundur. Përzo brigadat që kanë qenë që ne kemi bë, domethënë kanë qenë ndoshta pamundur edhe me kontaktu me zveti. Mundësitë e komunikimit me komandantët e brigadave ka një herë i pamundshëm, domethënë për shkak të rrethonave të kohës. Ne tash jemi përpjek që të jemi të organizuar, ne jemi përpjek që të organizohemi, po mundësitë. Ju a keni qenë anëtar i shtabit përgjithshëm? Jo. S'keni qenë anëtar i shtabit? Jo, s'kam qenë anëtar i shtabit përgjithshëm, kam qenë zavendës komandant dhe komandant i zonës Drenicës. A nuk ka qenë komandanti i zonës, si më thonë, sipas detyrës zyrtare dhe është anëtar i shtabit përgjithshëm? Në atë kohë jo. Në atë kohë s'ka qenë? Jo. Mirë, zoti Lushtaku, megjithatë janë disa gjëra që dihen, disa arrestime të zyrtarëve të LDK-s. Kush i ka bëu atu? Ja keni njohuri ju. Në fakt ka ndodhur në zonën e juaj gjëra të tilla gjatë luftës. Po unë me sot di unë, do bëjmë raportet e UÇK-s me në atë kohë s'ka pas parti tjetër, për postë LDK-s. Kanë qenë tepër të mira. Domethënë mënyra me të argumentu që unë kam thirrë vetë kryetarin e LDK-s të asaj kohës. Kush ka qenë? Idris Rreci. Idris Rreci, kryetari i LDK-s Skënderaj. Po, në Skënderaj. Fatkeqësisht ai e kanë vrarë forcat serbe, po ka qenë me dëshmitar. Domethënë takimin e parë që kam bë unë ka qenë një profesor në Rum në Skënderaj, që sot jeton që tash e kam problem, domethënë mja për merë emrin se s'po më kujtohet, dhe ka qenë Xhafer Murtezaj në takimin e dytë. Që keni zhvilluar me zotin Rreci. Po. Ju e keni zhvilluar në cilësinë e zavendës komandantit të zonës Drenicës. Po. E çka biseduat me ta? Jo, ne kemi biseduar që ai të angazhohet në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, të animon Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, dhe ai ka pranuar me dëshirë më të madhe. Edhe është veshë, ka qenë ushtari? Jo, realisht takimin që unë kam pas ka qenë ditë e martë, nëse unë nuk gaboj. Ai ka kërkuar për meje dhe për Ramadan Gosh të konë aty, Nureddin Lushtaku konë aty, Bashkim Jashari ka qenë aty. Ai ka kërkuar që të vjen në Prishtinë dhe ta marrë dhe miratimin e kryetarit të LDK-s, kryetarit të Kosovës. Dhe që të vjen në shtabin e zonës operative. Ne kemi thonë urdhno ku dush e ki vend në Obrë, sepse ka qenë vërtet një njeri me autoritet, dhe qytetarët e Drenicës e kanë respektuar shumë. Edhe pastaj mori. Pas kësaj, domethënë ai vjen prap në odën time dhe thotë që unë nuk mund me tratu partinë, dhe unë nuk munda dhe nuk kam mundësi që t'i bashkoj në Ushtrinë e Kosovës. Dhe ai e ka vazhduar jetën e vet, domethënë si çdo. I cili fshat është? Ai është i Llaushës. I Llaushës. Dhe ai ka vazhduar jetën si çdo qytetar tjetër në atë kohë. Domethënë që ju e dini se kohë ka qenë mjaft e vështirë, dhe unë jam taku në përfshatra disa herë me to, dhe dihet domethënë çysh edhe rasti i tij në tragjik që vrahet me shumë qytetarë edhe të Mitrovicës apo të Skënderajt. Okej. Po përveç ti i kemi pas vëllezërit Geci që kanë qenë megjithatë me uniformë të veshën. A keni qenë kur kanë filluar dallimet e UÇK-s me vëllezërit Geci?
Unë me vëllezërit Geci një herët, sepse na jetojmë në një lokalitet që është Drenica dhe pothuajse njihemi me secilin. Okej. Unë me Goni Gecin kam qenë shok qysh herët. A jeni gjenerat? Jo, është më i ri se unë. Më i ri. Kur kanë filluar ato protestat, demonstratat e 88, 89, 90, dhe kemi vazhduar edhe gjatë kohës së luftës. A ka qenë luftëtar Goni Geci? Ka qenë ushtar. Ushtar. Dhe unë e kam respektu si ushtar dhe si pjesëtar i QK-s. Dallimet kanë fillu më vonë, jo për fajin e Gonis, më shumë për fajin e vëllezërve të tij, të cilët kanë deshur që ta ndajnë ato formacione që ka qenë UÇK-ja dhe Farku, dhe ata nuk ja kanë arrit qëllimin, sepse nuk kanë pas për krahas, ka qenë vetëm realisht, dhe në Drenicë, domthon kjo absolut nuk është një. Po thuaj se nuk është një fare. Domthon komunikimi jam me Goni Gecin ka qenë i vazhdueshëm. Mirë, po keni qenë ju që në një moment i keni dalë krah për shkak se shtabi i përgjithshëm kishte më shumë komunikat për zotin Goni Geci. Edhe ju pastaj si më thon e mohutat komunikat të shtabit, thatë që nuk po ju prin Goni Geci ekspeditave serbe me Moska. Ja, për mua ka qenë e papranueshme realisht ajo që ka ndodhur me Goni Gecin. Unë edhe Goni Geci mund të kemi dallime të ndryshme mes vete, po ajo që është e vërtetë që Goni Geci ka qenë atë kohë kur është akuzuar në shtëpinë time. Në shtëpinë tonë ka qenë. Kur kanë thonë ata që ju prinë. Edhe ju pastaj e bot një letër tjetër thatë që nuk është e vërtetë kjo. Unë kam thonë ato që është e vërtetë dhe jam i gatshëm që ta them gjithmonë ajo që është e vërtetë. A ka mbrojtur Goni Geci në atë kohë presidentin Rugova? Realisht ka qenë gjithmonë LDK-s. Ka qenë LDK-s. Gjithmonë e ka më shumë vëllezër të tina se Gonia. E ju nuk e keni pas problem këtë fakt që ai ka qenë? Po jo mëren, domthonjë që problem s'paku në Drenicë nuk e kemi pas asnjëherë, sepse familjet tona, domthonjë dikon ka 99% kanë qenë me LDK. Me LDK. Po, ju a keni qenë antar i LDK-s? Unë kam qenë antar i LDK-s ndoshta formalisht, po kam qenë i organizuar në një organizatë e quajtur Lëvizja Popullore e Kosovës. A dhe ju keni qenë LPK? Po. Okej. Edhe pak të Goni Geci, a besoni që në atë kohë, pra kur zoti Geci paraqitej si LDK, si organizoi lufta? A ka qenë ai pjesë e UÇK-s, a ka qenë ndamaz? Jo, atëherë në Drenicë ka pas vetëm UÇK, nuk ka pas formacione tjera. Fark, domethënë është ndëgjuar, është një, domethënë në zona tjera, po në zonën e Drenicës kjo nuk është ndëgjuar fare. Domethënë ka pas tentativa, po ato kanë qenë. A ka pas zyrtar të vrarë të LDK-s në Drenicë gjatë luftës? Edhe një herë pyetjet. A ka pas zyrtar të vrarë të LDK-s në Drenicë gjatë luftës? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Asnjëherë, hiç. Domethënë na tash nuk ka pas mundësi sepse të gjithë kemi qenë antarë të LDK-s. Vetëm me vrarë veten. Domethënë vetëm janë me vrarë veten, çu po thotë. Sepse nuk ka pas ndonjë organizim tjetër në atë kohë. Një vrasje që përmendet është mas luftës, është një zyrtar i LDK-s që përmend vllai i tij, madje dyshohet, mendohet që njëra prej rasteve është që do të shkojnë në tribunalin special thuhet. Rasti i vrasjes së zyrtarit, si quhej, i merri mbi emrin. Emrin nuk po më kujtohet realisht, po e di si rast, e kam dëgjuar edhe vllahun e tij na ku thotë s'm ka prit sa me lushtaka, kam kërkuar me u taku në atë kohë me të kallëzu drejt. Shumë qytetarë kanë kërkuar takohen me neve, por na nuk na pas mundësi ta presim secilin. Po. Unë nuk e njoh as këtë vllahun e tina, po dramën si hiç. Absolut. Unë këto histori kam një ma vonë. Realisht po. Nuk keni njohuri çush ka mujt mu vraj njëri. Unë s'paku me sa e di unë, domethënë ai nuk ka qenë i njohur për ne absolutisht. Domethënë kam si rast e kam një shumë më vonë, domethënë kur ka ndodhur vrasja kam një që ka qenë mësues, dhe që ka qenë një djalë i mirë. Domethënë unë nuk di më shumë për to. Okej. Serba ka pas në Skënderaj gjatë luftës? Gjatë luftës UÇK-s në Skënderaj nuk kanë ekzistuar serbët, po më në civil ka pas serb që kanë qenë të veshur me uniformë. Domthonjë që ka qenë të organizuar në atë kohë edhe nga policia serbe, edhe nga ushtria serbe, po civil serb nuk ka pas. Nuk ka pas. Jo. Ka qenë një manastiri i Deviçit.
Qysh është sjellur çekeja me manastirin, sepse aty kanë qenë edhe murgeshat me gjas, ka pas murgesha, ka pas murg nuk dia ka pas. Mirë po ka pas murgesha. A jeni kujdes, pra cila ka qenë strategjia UÇK-s për këtë manastir? Po luta UÇK-s nuk ka qenë kundrej as qytetarëve serb që ka qenë në atë kohë, e mas pakti kundrej kulteve fetare. Ne asnjëherë nuk kemi pas qëllim që kemi konflikte mes qytetarëve civil serb, po mas pakti me kulte fetare. Prandaj kjo ka qenë e papranueshme për neve, sepse ne kemi rujt manastirin e Deviçit. Ne asnjëherë nuk kemi pranuar që dikush shkon edhe ta sulmon manastirin e Deviçit, edhe pse ai për neve ka qenë një farë historikisht një farë kasaphanje shqiptarëve. Flitet që ju me një moment kur keni pas ato sulme që i keni pas organizuar për shkak mu kujdes mas mi sulmu disa civil serb, keni anulluar dhe sulme ndaj zyrtarëve të lartë policisë. Po, kjo është shumë e vërtetë, edhe para lufte, domthonë, po edhe gjatë luftës, ne kemi qenë shumë kujdesshëm në atë kohë, domthonë që civilët serb, domthonë, ta fitojnë besimin te ne, sepse ne nuk e kishim organizuar dhe nuk kishim fut në luftë që ta kanë serbët tash fat në shqiptarët para luftës. Dhe unë konsideroj që lufta UÇK-s ka qenë edhe për shqiptarët, po edhe për serbët, edhe për të tjerët që jetojnë në Kosovë. To po them shumë realisht, nuk bëj politik. To e vërtetojnë edhe me argumente dhe me fakte. A ka tash fshat, është një fshat me banorë serb? Janë 2 fshatra serb, që jetojnë në komunën Skënderaj, dhe unë e kam vizituar vazhdimisht. A folni serbisht ju, a dini? Po di serbisht, sepse ushtrinë e kam kryer në Jugosllavi. Ma mirë si tha që e flisni, se me gjas nuk e din ai. Tha që është i dëp, po më duket serbisht, unë jam pak më mirë. Kthehemi te procesi kundër jush, zoti Lushtaku. A besoni që ka pas prapavi politike? Marr parasysh ju që edhe banalitetin e akuzës, pra e thatë edhe ju, dyshoni për një hakmarrje, e hakmarrja ka ndodhur më herët se sa rasti për cilin akuzoni. Pra, a mendoni ju në disa reagime, në një letër që e keni pas, keni lënë me kuptu që ndoshta edhe për partisë juaj nuk ka pas shumë njerëz. Po, unë edhe në Partinë Demokratike ndoshta nuk e kam gjithë miq, e ki parasysh. Në pjesë e letrës që unë e kam dërguar ka qenë shumë e vërtetë dhe unë mbes letrës që e kam dërguar. A u gëzun partia që erdhe? Po me siguri një pjesë me siguri që po tash nuk e di për gjithë. Kështu që unë e qëndroj letrës. Qa keni mendu? Pse beson që një pjesë ka pas dëshirë mas mju po aktiv? Nashta edhe aja frika e rivalitetit të mundshëm në politikë. Edhe pse unë asnjëherë nuk kam qenë në farë politikan dhe nuk njina si politikan. Unë jam ma shumë njeri terrenit, domethënë që komunikoj shumë me qytetarë, po nashta një pjesë e atë një kolegëve partijak, mi e kam po ndryshe këtë punën tatë. A shpenzuar shumë gjatë procesit? Jo, realisht nuk kam shpenzuar shumë, unë e kam pas një avokat, një herë amerikane, që bora atë dyqysh me avokat, e kam pas një Gjerman, po që dytë kanë në procesi, dhe këtë në fund e kam pas 2 avokate dhe ato janë largu për procesit, këtë në fund e kam pas në zotin Koci, që më kam bërët mirë më të mirë të mundshëm. Okej, si ishte qëndrimi në burg? A u ambientuat? Po, pa dyshim që njeriu mësohet me gjithçka, mësohet edhe me të keqen. Nuk ka qenë lehtë qëndrimi në burg për vetëm në arsye, sepse kur e din njeriu që është i pafajshëm në burg, burgu atëherë është shumë i rëndë. Për ndryshe fillimisht keni qenë në Dubravë. Po. Fillimisht çush janë kushtet në Dubravë? Kështu tash si politikan, si kryetari Skënderaj, si zyrtari i lartë i një partie politike, a beson që burgosni trajtohen mirë, a beson që ka kushtet mira në burgun e Dubravës? Unë mendoj që Dubrava dhe burgu i Dubravës ka nevojë për shumë gjëra, e por është objektet që janë të rënuara dhe kushtet janë jo të mira për të burgosur, sepse nuk është e lehtë një burgosur me 15 vite, 20 vite të jeton në ato kushte. Mendoj që kushtet nuk janë të mira,
thuhet shumë që në përburgje ka kushte të mira, unë që e kam përjetu, edhe shmej të kundëtën, kurse burgu i 40... Para se me shku të 40, keni qëndruar në QKU, a keni pas probleme shëndetësore, a cila ka qenë arsyeja pse keni qëndruar në QKU? A keni dashur me najt manga me pas lirimat mëdha? Po, jo, në spital, besoj që asnjë njeri normal nuk ka dëshirë me najt gjatë, sa kemi najt ne. Unë kam qenë edhe para se me shku në burg, unë kam pas kontrollat të vazhdueshme, sepse kam pas probleme të zemrës, dhe unë konsideroj që edhe sot kena probleme shëndetësore, jo në ashtë natyrave me fatalitet, po probleme shëndetësore kena. A i një arratis për që këus? Asë një herë, unë kam qenë gjithmonë në spital. E që ndodhja ditë? Po vendimi për me na dërgu në Mitrovic për mu ka qenë e papranueshme. Vazhdan me qenë e papranueshme, unë nuk e di vendim i kujna ka qenë. E pse ndodhi ai vendim ashtu? Është i çuditshëm ky vendim. Domethënë, unë mendoj që ata... A kontrollojnë, a ka gardianët në veri, a janë serb, a është menaxhmenti i burgut serb? Është komplet stafi është serb, domethënë edhe punëtorët që pastrojnë edhe janë serb. Nuk është asnjë ndërkombëtar ato. Nuk është asnjë shqiptar ato. Dhe vendimi është tepër i çuditshëm. Unë konsideroj që ka qenë me motive që jo të pastra dhe jo të mira. Unë konsideroj që ka qenë diçka e papranueshme për mua. Edhe ti refuzove me shku atje? Po, unë tani familja, miqtë e mi, kanë qenë shumë konë që unë të shkoj në Mitrovic. Edhe prokurori ndroi qëndrimin, pastaj ju dërguan në Dyz. Po, prokurori në atë kohë erdhë në spital, edhe komunikum bashk, e vërtetoj edhe që unë jam mrena spitalit, jam në dhomën time, dhe ai u bën që vërtet unë dhe bashkëqytetarët e mi nuk duhet me shku në Mitrovic. Ne nuk kemi qenë asnjëherë kundër arrestimeve, domthonë është punë e drejtësisë. Ne me një telefonat, domthonë gjithë jemi paraqit në policinë e Uleksin atë kohë. Gjithë me një telefon jemi paraqit edhe herën e dytë kur na kanë thirrë që të shkojmë në burg. Kjo teza që ne kemi ikë pej drejtësisë, kjo nuk qëndron absolut nuk qëndron, sepse ne jemi përgjegjës në herët vetë, edhe nuk e kena merren me çu Kosovën. Në atë det tjetër nuk kemi, e kena që vetë. Për që mos bëhen marak ta miqtun, po as shqiptar që na herë kena me çu Kosovën. Gardian që ju runin në spital, janë friksu për juve, a kanë pas probleme ndaj jush, sepse mendohet që kanorë ju kanë vizitu njerëz dhe ata kanë qenë aty edhe nuk i kanë respektu? Po, unë nuk e besoj, sepse gardian që në ata që janë me kry punën e vetë, dhe unë mendoj që kanë kry mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe gardian nuk kanë pas nevojë më frigu për neve, sepse na shoqërizohet i folim shqip. Dhe unë edhe ata shqip, asnjë të lashë nuk e kemi pas. Po dhe për reputacioni nuk e ki, reputacioni jëtë shkon përtej kësaj, pra... Po këtu, berat, këtë falet të njoftimin që na kanë ndërtu, domethënë kena shumë edhe gazetarë, edhe shoqëri civile, edhe që unë nuk e di realisht ata punojnë në Kosovë, po mdo këtë kryt e kanë dikun tjetër. Mirë po, për shembull për ju thuhet që ka mite në Prishtinë, mund të më kono të vërteta, ja keni prej kravatën e gjyqtare, Për kravate më kanë ndodhur me prek, po më jakut kravatën asnjëherë. Te Dyzi ma ne kthehemi te kravata anëherë. Në Dyz çu ka lut? A ishin kushtet më të mira se në Dubrava jo? Po ndoshta në burgun e Dyzit, domthonë i ka ato përparësitë e veta, është pasërtia, është dhoma, po ai burg mos po këtë është i shtetit, ai është pa shumë privat. Është i drejtorit. I drejtorit burgut. Po. A shqiptar drejtori i burgut? Po mduket që po. Pse si me mbledh pe thon këtë, për shkak të rigorozitetit që është? Jo, absolut, domthonë nuk e besoj, domthonë mënyrën që trajtohen burgosinët me dënime të gjata, unë dyshoj që kjo është gabimi më i madh. A keni pas ambient
për më dalë për në kodër të burgut dyzit. Pra, ka pasa keni qëndru vetëm në ambientin mbyllur, nëse flitet shumë për atë burg. Pra, nuk punojnë telefon s'keni mujt me majt. Qysh mahën në Dubrava, qysh mahën... Telefon kena pas, veç kena pas telefon. Fix keni pas, po s'keni pas telefona mobil aty, me telefona mobil. Jo. Nuk keni pas, s'kan punu antenat. A keni pas ambient për më marrë me sporta, me diçka në kodër të burgut dyzit? Mundësit janë tepër të vogla, janë kufizuara, është një objekt sportiv, me ma shumë qëso për bodybuilding, po nuk ka mjetë e boll, dhe kushtet janë vërtet jo të mira edhe në këtë drejtimin që pëthu ti, sportiv. E ki shëtitorën për zonë, është këtë beton, nuk shekur gjë, veç qili. Verës të kallë zhegit, kurse dimnit mërdhim, ato është vërtet gjandja te për eron, ato shihet veç qili. Nuk ka gjelbrem, nuk ka është problem për sy, problem për shëndetin, maksimalisht është keq. A keni pas problemi me gardian në burg të dyzit? Asnjëherë. Asnjëherë s'keni pas. Gardianët dhe ata që kanë punu mbrana burgut, vërtet, unë i përshëndes dhe i falendrej shumë për sjellje korrekte ndaj çdo të burgut. Ti ke qenë mbrana, na nakon jashtë, flitet që dikush ta ka nol rrymen dhe ka dashur ta nol televizorin, domethënë keni pas përplasje me gardian. Jo, asnjëherë kjo s'ka ndodhur. Okej. Këtu është flit që edhe me kam pas konflikte me drejtorin. Jo, në konflikte nuk kam pas me kërkan. Bili na kanë respektu edhe gardianët, edhe të burgosit në mënyrën më të mirë të mundshme. Që unë shfrytëzoj rastin që ti falendrej gjithë dhe ti përshëndes gjithë. Më keni thonë jashtë intervistës që burgjet po shndrohen në, si më thonë, qerdhat e radikalizmit fetar. A keni pa gjëra të tilla? Po mendoj burgu ta jap çit mundësi. Në mund që radikalizmi me këtë synin tam që unë kam po është në rritje pikërisht në burgjet e Kosovës. Unë kam përcjell do intervista ti Sokol Zogu, kush është ky, i kam përcjell dhe ai gjithmonë të gjërat e pavërteta. Sepse ai thotë gjërat e pavërteta. Po, gjërat e pavërteta sepse në burgun e dyzit ka radikalizëm dhe janë tepër të organizuar bili. Ma shumë janë të organizuar sektet fetare në burgun e dyzit se sa Sokol Zogu dhe punëtorët e tina. A e përcjell televizora ke këshyrë në burg? Zgjedhjet e ke përcjell? Po. Qështu do kënë zgjedhjet e fundit? Po, unë nuk guxoj me fol për parti tjera, po për Partinë Demokratike, unë mendoj që ka qenë një ramje që unë nuk e kam prit. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet me ndryshu shumë, tu nis për meje. Qysh me ndryshu shumë? A jenë bo bajat njerëz me të njëjtit njerëz dhe që është puna? Në Drenicë, sa pati ramje? Nuk pati të madhe në Drenicë ramje? Jo, pati shumë ramje. Sa ka marrë ma pak tash? Na kena hub vota tonë, realisht, ne kemi hub 7.000 vota. 7.000 vota në Skënderaj? Po. E në Drenas? Nuk e di, realisht, po e di që në Skënderaj kemi hub 7.000 vota. E pse unë hub në Skënderaj? Ato vota janë PDK-s, ata njerëz nuk janë dalë me votu. Nuk kanë marrë parti tjera? Jo, nuk kanë marrë vota parti tjera. Na e kemi, Partia Demokratike ka dënu Partinë Demokratike. Pse? Po unë mendoj që këta që e bojnë politikën në Prishtinë kanë hub atë komunikimin me bazën. Unë mendoj që komunikimi duhet me konë shumë më i mirë me bazën dhe duhet me punu shumë me bazën se sa me projekte tjera. Po të pa, ju në lodhë me PDK-n, ndoshta ju në lodhë me PDK-n. Po jo, këta qeveritarët për zohë, jënë hypë nalë dhe kanë probleme po poshtë. Unë mendoj që nuk kënë lodhë qëtarë me PDK-n, se unë jam kontakt, ta shpe që kam dalë, jam kontakt për çdo ditë, po mënura me vizitu shumë familje, njerëzit i besojnë PDK-s, po ata kërkojnë për neve që me konë më aktiv, me konë ma ofër qytetarëve, me i raportu qytetarëve, me komuniku me qytetarë. Me di qytetarët çka po ndodh edhe në Kosovë, jo vetëm në Drenicë. A mendon që ishte gjoja duhur zavendësimi i Thaqit me Veselin? A mendon që edhe kjo ka dëmtuar PDK-n në Drenicë, ndoshta që kanë prit një kandidat për kryeministër të vetin ose diçka të tillë? Jo, unë mendoj që fakti më i mirë, Veselia Thaçi për kryetar PDK-s. Unë kam dy shokë, kam problem, po Kadri Veseli e shmoj shumë për burrinë e tij dhe për fjalën që ai e ka dhe që e man fjalën. Shumë. Kurse ai miki jam është politikan. Pra si mas te ma i fjallës është Veseli se Thaçi?
Unë e kam 2 miq, kështu që e kam problem me bodallimin, po Kadrisi besoj shumë. Ju po para intervistës në një restoran Prishtinës me zotin Veseli Thaçi dhe zotin Rahim Paculli. Për çka bisedut? Po unë tash jam qytetar i Lirë Berat, kam drejt me orë edhe darkë, me pije dhe kafe. Edhe kryetari Skënderajt, se ke harru si on më ti. Kështu që unë kam pi kafe me miq. A fol për numra, a fol për zgjedhje? Jo, nuk kemi fol as për numra, as për zgjedhje. Po besoj që me Rahimin s'keni fol për kompanitë sigurimeve. Unë me Rahimin jena shok edhe miq më herët, edhe pse ai është boni fare politikani tash. Ai ka çeve, a mundën mi bën numra të poni, PDK ke nisma, sipas teje? Po sipas kryetarit të Partisë Demokratike, domthon po, unë besoj që e ka numra. A është zoti Haradinaj njeriu i duhur për kryeministër? Unë respektoj shumë. Kur e njeni zotin Haradinaj? E njeni gjatë luftës? Po, domthon unë një zotin Haradinaj pe i luftës dhe unë i besoj zotit Haradinaj. Dhe unë di që zoti Haradinaj ka me qeverisë vendin në mënyrë më të mirë të mundshme. Të kthehemi te zoti Paculli edhe një herë, po jo te Rahimi, te Bexheti, i cili, si më thon, ai pejti vëvaret qeveria. A keni bisedu me ta, me Bexhetin? Unë me Bexhetin dhe me familjen Paculli një më herët, dhe unë e kam miq. Unë e kam hongër një darkë me zotin Paculli, kemi bisedu kohë gjatë, natyrisht kemi bisedu edhe për, nashta jo shumë, pak, edhe për parti politike, po edhe për koalicion. A i patet ndihmu ju zoti Paculli mu zgjedh president në atë kohë, sepse flitej shumë që keni marrë pjesë në kuvendin e Kosovës, keni bisedu me deputet? Jo, unë nuk besoj që unë e kam ndihmu. Edhe unë si shumë qytetarë tjerë që kanë qenë ato në ditë, gjatë zgjedhjes kryetarit, kam qenë ato rasisht. Nuk e dija e kam ndihmu. Kisha pas dëshirë që jam ai pe atyre të cilët i kanë ndihmu zoti Paculli. Zoti Paculli kalon me kuptu që e ka kërcënu Baton Haxhiu. A bisedut, a ta përmeni Batonin? Ko që interesant të më del tash, njëherë na kanë shantazhu neve tash. Njëherë kërcëneshin komandant, tash gazetar. Tash gazetar, të që një botë rrezikshëm tash, ne kemi marrë rolin tonë. Kështu që unë nuk e besoj zoti Haxhiu që kërcën kanë. Drenicak është edhe ai, ju Drenica nuk e një që... Po se pas e kam ditë, po nuk e kam ditë. I Poklekut. Zoti Haxhiu është gazetar dhe unë nuk e besoj që ka kërcën kanë. A është problem për PDK me qëndru në opozitë sipas teje? Jo, bili është nerë me qëndru në opozitë. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet me qëndru në. Unë propozimi jam është, mendimi jam është që shumë më shëndetshëm është që Partia Demokratike me qëndru në opozitë. Pra jo nuk është... Në kanë shtilë në qoshe, do më vetëndoj që të nga shatë, të nga akuzu me argumente, pa argumente, në qështë nga kanë gjohë. Ka orë koha që na me tregu vërtet kush jemi. Jo mënyrën që pëzo ai Dadan Mulli që ka pënirë në zvarë, qëtë për makine, aja ka qenë pasuri e qytetarëve të i venit, dhe nuk ka kërkush drejt që demolon pasurinë e këtij vendi. Nuk është asë janë as e Dadan Mulli që as e të tjerëve. Pasuria është e këtij vendi dhe ne duhet të jemi gjithë kujdesshëm. Pra ti po mendon që duke kalu në opozitë, PDK-ja do të rifreskohet edhe gjon vetën më mirë se sa tash që është. Valla, edhe mua më duket që këta miqtë e mi Partisë Demokratike janë lodhë në pushtet, dhe unë mendoj që na kesh bën erë me dalën e opozitë. Të kthehemi pak te disa çështje lidhur me, ju keni pas akuza edhe për çështje ekonomike. A kanë marrë fund ato? Akuza s'kum pas asnjëherë. Akt akuz ka pas? Jo, asnjëherë s'kum pas akt akuz. Unë kam pas një akt akuz një herë për banesa sociale. Sociale? Po. Dhe aja ka përfundu, bile halo pa fillu mirë. Po. Pastaj jeni lidh shpesh edhe me kompanitë ndryshme, ju kanë përmend, ju kanë lidh emrin me, si bie fjala me kompaninë Rukulli. A keni diçka me kompaninë Rukulli? Është firmë juaja. Këto ma ka bo, këtë pyetje ma ka bo edhe prokurori atëherë, një prokurori angleze, edhe unë kam thonë, pa të pyet, ta keni mu zotit Rukulli, thash po. Mu thash, jo zotit Rukulli, po gjitha kompanive që janë Skënderaj unë kam një mu. Zoti Rukulli është një kompani shumë serioze, punon, dhe punon shumë. A i në aksionar atë?
Vallai, mas mirë që është me pyet zotën Rukolli, po unë besoj që Rukolli na vëllat vetë nuk e jep pasurinë vetë. Që kjo nuk është e vërtetë absolutikisht. Është në Kosovë është shndru, domethënë nëse unë hi diku në pikove, domethënë automatikisht kjo është e Samir Lushtakut. Nëse unë rrim dikon, tash me siguri kam me të akuzuar që këtu e kena bashkë edhe këtë pasurinë ekspres. Pasurinë ekspres. Se besoj që kjo nuk është e vërtetë absolutisht. Okej, çfarë pasurie keni ju zotë Lushtaku? Unë kam një shtëpi në Prishtinë. Dhe i kam 50 hektare në Komaran. Kjo është pasuria jam. Nëse ka mundësi dikush me vërtetu ndryshe, unë jam i gatshëm përgjigje. Tokën Skënderaj çu e keni vlen, privatizim? Po. Jo në Skënderaj, në Komaran. Në Komaran. Terasi Kravatës, çu ka qenë puna, për cilën flitet shumë në qytet? Ka ndodhur, domethënë një lokal të cilën e kam pas disa kushërit të mi, dhe unë e kam kalu rasisht të menu që ai kushëri jam ka bo në skandal në fjallë me dikon, dhe unë jam këtu rasisht e kam po dhe në kret historia është 2 minuta. 2 minuta. Po që këtu bëhet të modë, pavarësisht rasteve që ndodhen, ato që duhet vërtet bëhen të këtu nuk bëhen në Kosovë. Po s'ja keni shkurtu, a ja keni shkurtu kravatën të gjyqtarit? Jo, absolut, s'u pas gërshon, më gërshon në vetë. A keni kërcënu gjyqtarin? Jo, absolut jo. Jo, kjo është e vërtetë. Okej. Për ty, e përmene që PDK-ja do të mu reformu edhe do të më ndryshu edhe ju, a ki mu marrë me politikë tash? Cila plani jetë? Unë nuk thëmë që s'ka më merë me politikë, po unë do të merë, unë do të jem antar i Partisë Demokratike edhe nëse është vesh një antar i Partisë Demokratike, po me siguri që postën e Partisë Demokratike do më kamu përpjek që mos kanë. A keni me kandidu për kryetar Skënderajt në zgjedhjet e ardhshme? Unë deri në fund nuk i dihet, domthonë mendën e kam dhënë për ju. Po deri në momentin e fundit kësaj pune nuk i dihet. Domthonë unë kam dhënë shumë mendën që të merrem me fëmijët e mi, me nipa, me mesa, që nuk kam pas mundësi t'ja ofroj më herët. Këtë kënaqësi edhe vetë edhe familjes teme. Burgut pas ka nimu pak me reflektu në këtë drejtim. Po atëherë kam jemi që tonë kapak. Tonë kapak. Qa për ta mërë me një në tribunal special, a kanë mi që tonë kapak, a qysh? Pa nuk e di me të kalzu drejt, këtu pritet shumë, unë besoj që... A po friksonë? Jo, në veç për kësaj punë nuk jam friksu asë njëre. Po këta tjertë, këta që janë në pushtet që një kohë gjata, pe kanë problem? Nuk më pas rast në bisedu për këto tema, por nuk e besoj që një ushtari UÇK-s ka drejt dhe guxon të friksohet për drejtësisë. Edhe pse kësaj nuk mund me thënë drejtësi, e ki parasysh domethënë. Janë se 18 vjet ndërkombëtar në Kosovë, gjitha mundësit i kanë pas, në pas argumente, nuk na kanë pas fërtmiq. Kështu që na kishin ngrita këta akuza për më të ndryshme, po nuk kanë pas argumente, nuk kanë fakte. Tu argumente fakte ata që i morrin nga shërbimet e mbrëmshme të Serbisë është çështje tjetër. Na me Serbinë, domthonë sikur i kemi dhënë sapet. Kështu që Serbia nuk mendon asnjëherë mirë për neve. Nuk pres që Serbia me na dekoru neve tash për luftën që kemi bërë. Mirë, po kjo çështja e tribunalit nuk është e kanë votuar deputetët e Kosovës, pra nuk është që të njëjtit njerëz, pra është presidenti Thaçi në cilësinë e kryeministrit edhe gjithë tjerë që kanë qenë pro themelimit të tribunalit. Nuk është që vetë Serbia ka bërë këtë. Po këta deputet tash duhet me mojt këtë peshë përgjithësi që kanë marrë në veti. Në ta e kanë çuar gishtat ja poshin hajrin. Okej, zoti Lushtaku, faleminderit shumë që keni komitet. Po shpresoj që keni më shkuar pushim tash këtë ditë. Faleminderit shumë. Sikur zdruar me ne ishte zoti Samir Lushtaku, kryetari aktual i Skënderajt. Kjo është intervista e tij e parë prej kur është liruar nga burgu. Shimin nesër. Faleminderit.